Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Gjithmonë kam thënë ndera është e madhe kur hulumtoj dhe gjej njerëz të botës të artit. Njerëzit që kanë qenë në skenë për shumë vite dhe mendojnë që t'jenë pranë skenës edhe më shumë vite. Atëherë sot të kemi një artiste të shquar, një artiste që i don fëmijët shumë. Një artiste është e përkthyer edhe për kukullat. Kështu që do ta kemi Florida Mazdreko, e ka një emër Cuci. Është një aktore shqiptare e njohur për kontributin e saj në teatrin e kukullave në Tiranë. Besoj, më thanë se je pensioniste, por unë nuk besoj që ti je pensioniste, dukeni sikur një gocë e re. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta. Qa komplimentin keni bërë? Unë kam 10 vite, 11 vite, Biles, viti 11 që unë kam dalë në pension. Shtu që tani jam 71 vjeqe, po mu 71 vjeq. Shtu që... Njerëzit që e don artin, njerëzit që kanë filluar karrierën e tyre për shumë vite, ato nuk ditë të plakën korë. Gjithmonë e kanë në shpirt pjesën e artit dhe gjithmonë thuan se që të bëj sot, që të bëj nesër. Kështu që sot do dalim pak, do të kemi edhe një hulumtim nga fëmijëria juaj. Si ka qenë ajo kohë dhe si u përkthele me këto kukulla? Kishte ndonjë në familje që të thuan, "Hey, ti do të jesh një artiste se ti don kukullat"? Po, ne në kohën tonë, në familjen tonë, ne kemi pas shumë pak lodra, nuk kam si fëmijët e sotshëm që kanë shumë lodra, shumë variante, kurse ne kemi qenë me atë thjeshtësinë tonë, me brishësinë tonë, po unë prap i kujtoj si gjëra shumë të bukura, se ne vinin në punë imagjinaton, ne krijonim vetë kuklla. Unë mbaj mend që mami im më jepte një gjilpër me pe dhe ashtu e vogël me ato dorçkat e vogla të mia, mami më mësonte se si të bëja një kukull. Dhe ato kukullat ishin aq të thjeshta, por ishin shumë, do me thonë se për fëmijërin tonë. Ne në lagje loznim më përpara, nuk kishim lodra si që kanë sot, po kishim një ambient të mrekullueshëm, kishim ato flutrat që na vinin dhe na bënin fresk me ato flatrat e tyre. Kishim lodrat tona që loznim, raqe kikuko, me cingla, me gurat çokthi, me shumë madje, ne vajzat mblidheshim edhe bënim kështu si një kuzhinë të vogël, dikush mirte një domate, dikush mirte një frut tjetër, dhe ne krijonim sikur ishim kuzhinierët e vogla, se më vjen dhe për qesh tani kur i kujtoj, dhe madje mirshim dhe një peshore të vogël, e krijonim atë peshoren me 2 gura të vequr, edhe me një draz, edhe i masnim ato fruta dhe ashtu dhe bënim gjellën tonë. Dhe ajo gjella ishte me një aromë të veçantë, që ajo aroma dhe tani mua më vjen dhe më ngop shpirtin. Kështu që sado që këto fëmijët e sotshëm mendoj që kanë shumë gjëra mangun nga kjo pjesa jonë, se ato merren shumë me celulare, dhe celularet po deri diku, do me thonë mund të kenë një anë të mirë të tyre, po imagjinata e tyre është, do me thonë ka filluar të ngushtohet, nuk kanë më atë ndjesinë që duan t'i gjejnë gjërat gati, nuk kanë imagjinatën që ta zhvillojnë, se nuk merren direkt me një gjë direkte, me një lodër direkte, kurse ne në atë kohë përdorim imagjinatën për të krijuar shumë personazhe në mendjen tonë, dhe me ato kukullat ne bënim koncerte, dhe koncerte shumë të vogla, po ne kishim atë zërin që kungonte, në gjithë lagjen dhe dilshin nëpër dritaret, prindrit, njerëzit, dhe kur na ndigjonin ne që bënim atë çfarë përpara pallatit, ato dilnin nëpër dritare, nëpër balkone dhe na duar trokisnin ne, dhe ne thonim, disi deturproheshim, po edhe kënaqeshim. Si vijoi shkolla e mesme dhe si erdhen ato hapat e parë të jesh në një teatr? Si erdhe ajo dëshira, i vullneti, ose kishin ndonjë ide prej familjarëve, shokëve që unë të shkoj në teatr, të shoh kush është, çka është teatri? Jo, unë kam qenë në shkollën fillore, 15 vjeçare,
unë të tha që merreshim shumë me aktivitete, këndonja, madje bënja dhe kështu spërkatëm, bënja si cirk, vallëzonja, dhe pastaj në për shkolla ne kemi pas programe që bënim shumë aktivitet artistik, do me thënë nga të gjitha zhanret e artit. Kështu që unë isha e para ajo që do isha aty, do fugonja dhe të gjithë mësuesit më thonin që ti, Florinda, ose Cuci, si më thoni ju, Cuci, ti do të bësh një artiste e vërtet, unë thonja, që më thoj mua këto që është artistja e vërtet, se them të vërtetë nuk ishte televizione, nuk ishte shumë gjëra dhe ne nuk ishim informacion nga arti, se kush ishte madje Margarita Xhepa, aktorët, Piromani, regjizori, Kadri Roshi, Sandor Prosi që e kam profesorin, do me thënë më të dashur sa ju më kam zjerë në jetë në skenën time, Sheri Mitën, Prokop Mimën, moj po të shumë, Ferial Alibali janë shumë, do me thonë unë i përkas ati të brezi, që këta kolosët e teatrit mua më kanë rritur. Dhe unë vërtet, unë kom kam pas Lazar Filipin, të madhin Lazar Filipi. Dhe unë isha shoqe me gocën e vetë, ajo ishte një qik më e madhe, dhe në teatr të popullor do të hape një studio. Po studio nuk ishte për fëmijë, si puna jo se sa do mbaronin 8 vjeçare. Po ishte për klasën punëtore që e angazhonin atëherë, se klasa punëtore në atë kohë bënte shumë festivale, koncerte, ishin shumë të angazhuar, e kishin plus punës që bënin dhe këto aktivitetet. Edhe na tha Lazri, Xhaxhi Lazri, se kështu i them unë Xhaxhi Lazri, na tha, hajteni dhe ju të dyja dhe provojeni një herë. Edhe ne shkuam aty, unë isha ajo picirukja më e vogla gjithve, ato ishin të rritur, ishin të gjithë do më thënë që punonin. Dhe të Lazim, unë fillova duke recituar një poezi aty me gjitha të ndjenjën time, kur ata filluan duke qeshnin, edhe unë tani disi u ofendova, thash unë çfarë kanë to që qeshin me mua dhe ula kokën kështu e mërzitur. Ato kishin diçka të madhe për mua Lazim. Ata kishin atë ndjenjën që unë do të mjënja pjesë në të studio, dhe unë e parashikonin që dikur do bëjsha një aktore me një vullnet, se vullneti ajo është që të mban në radhë të parë, dhe me një talent të dukshëm ashtu si e cilësuan ato. Dhe mua më thanë, që në atë moment më thanë, ti Florinda, ti se unë e kisha emrin Florinda Manushi, atëherë nuk e kisha Mazreku, se ka Mazreku nga buri, unë kisha kushuri të dytë Violeta Manushin, kushuri do me thënë nga babi im, e më thanë, ti do të bëhesh, ti je pranuar në këtë studie dhe do të bëhesh një artiste. Edhe unë i pash një herë kështu, thash unë kjo që ka kjo gjëja? Dhe se besova, unë si fëmijë shkova dola për jashtë dhe fillova të los prapë me ato lodrat e mia. Kur fillova këtë studio, unë shkova dhe aty ishin të gjithë të rrituri. Pa ato disi kishin fillonin dhe ngacmoheshin me njëri tjetrin, kishin muhabetet e tyre. Kurse unë tani bashkë me këtë gocën e Lazar Filipi vajzër, ne i shikonin kështu si me dyshim, se atëherë ne ishim shumë të padjallëzuara në kohën tonë. Nuk ishim si këto breza tani që janë shumë të avancuar. Dhe thonim ne, po këto çfarë bëjnë si lozin, do me thonë, bëjnë muhabet me një kaq të afër, do me thonë, me njëri tjetrin. Edhe ato thanë, kush na i ka sjellë në studio këto neve? Këto janë vishni, edhe më thoni mua, vish një përpajse të bardhë dhe shko aty në kopësht. Unë mërzitesha në fakt dhe thoja çfarë më thon këto. Dhe kjo studio vazhdoi 2 vite Lazim, dhe ne u ndam në 3 grupe. Dhe unë qëllova në grupin e Sandor Prosi dhe Sheri Mitës. Dhe po të them, të kesh një profesor si Sandor Prosi dhe të mësoj nga A-ja deri te Z-ja, imagjino ti çfarë ndjenje mund të krijohet, se tani kur i mendoj se atëherë më dukeshin shumë normale. Unë shikoja që studentët e Institutit të Lartë të Arteve e kishin ëndje për të ardhur për t'i takuar, prisnin mbrapa derës për t'i takuar këto kolosat e teatrit. Kurse unë i kisha aty, ato më sillnin çokolata, më sillnin një moll, më çfarë të them unë ty, më thonin ti je ajo bia e regjimentit këtu, lloj çfarë më kishin nxjerr. Kadri Roshi pastaj më thoshte mua, o rudaku vogël, thoshte mua. O rudaku vogël, a e di ti se ç'është rudaku, ai qingi vogël. Ose harabelko më thoshte Kadri Roshi.
O Harabel ke vogël, që cicëron tër ditën, thoshte mua. Dhe unë pasaj mora pjesë te Orfeu zbret në Ferë. Pastaj te prefekti, që ishte, unë kisha vajzën e Sefer Qeratxhiut, që ndante traktet, që i thonja dhe biles aty të madhit Roland Trebicka, ishte prap aty pjesë e teatrit, po prefektin e luante Robert Ndrenika. Dhe i thonja, o qazim, ore qazim, puna jote aferim, go marti, go markush dhuni, sot a nesër valon druni. Dhe ishte ai konflikti që krijoi midis, do me thonë, personazheve, dhe ishte një gjë e madhe që unë aq e vogël nisha pjesë në një skenë të madhe me aktorët më të ndigjuar të asaj kohe, më të ndigjuar, që ma merr mendja nuk vinë më ato emrat, sado do me thonë mund të dalin dhe emrat të tjerë tashu, po me ato emrat unë nuk i zëmsoj me asnjë gjë tjetër. Dhe pastaj kjo studioja, ne vum në pjesë me Sandor Prosin, ne vum pjesë njeriu që pa vdekjen me sy të një aktorit rumun shqiptar, ishte në Rumani, po ishte shqiptar. Dhe ishte pjesë klasike. Dhe aty unë kisha të fejuar Roland Trebickën, po ishte shumë e bukur, që unë, do me thënë, thjeshtësia ime në të veshur, ishte shumë e dukshme. Se në atë kohë dhe nuk ishte, dhe po të donim neve, nuk ishte këto modra tani që i ndjekim me këto kështu. Dhe po të them që veshja ime klasike isha një vajzë me një fustan nga ato kështu si në për filma që thonim neve, dhe me flokët bukle, të viteve 1900 e ca, edhe unë kur dilja në skenë, hapnja atë siparin e skenës, dhe kur më shifshin spektatorët, po të them, një vajzë të brisht me atë veshjen, ashtu të gjithë më duar trokisnin. Dhe kjo për mua ishte shumë domethënëse, dhe po të them lazim që unë e vetmja nga të gjithë kjo studioja, e vetmja ishte edhe ky Sokol Angjeli që e kisha partner, që edhe ai u bë aktor, dhe Fred Bualioti prap dhe Angeli, edhe vetëm unë ngela në, do me thonë që vazhdova jetën e artit. Dhe mbas kësaj studioje, unë u përzgjodha që të shkoja në teatrin e kukullave. Wow. Dhe aty pastaj vazhdoi një tjetër histori, një tjetër. Filluat të performoni në teatr dhe gjithmonë i kishit kukullat pranë juaja. Si e ndjeshe veten kur e përmendet edhe pak më përpara se kur vishat kostumin, kur hysha në rolin, kur ishe në atë pjesën që duhet ta performosh. Si e ndjeshe veten? Si ndjehet vetja kur je në veshjen, me kukullat, pranë publikut? Si janë ato emocionet, ju lutem? Ndëgjoj, nga kjo pjesa që dola pjesën klasike që isha në teatr, unë deri në atë kohë luanja vetë me kukulla dhe nuk e mendoja që do shkoja në një teatr që ishte teatri kukullave. Unë them vërtetën, në atë kohë nuk isha shkuar ndonjëherë në teatrin e kukullave. Dhe prezantimi im i parë ishte aktorët po punonin dhe aty aktorët më të rëndësishëm, Buri Margarita Xhepës, Zia Grapshi, ishin Liri Armiri, ishin gjithë këto që kishin krijuar teatrin e kukullave. Dhe unë shkova dhe ato më përpara aktorët, se unë të pash një kukull ty që e kishe kështu si me tela, dhe më përpara aktorët punonin poshtë në skenë, do me thonë nuk ishin si për skenës. Dhe unë kjo regjizorja që ndodhet në Amerikë, që unë dua ta përshëndes pafundërisht, Lavdi e Toro, që ndodhet në Amerikë ajo tani, është regjizorja që më mësoi kukullon, më mësoi që ta dua profesionin tim, dhe unë ngjita, ajo po vinte një pjesë në atë kohë në teatr, ja vdekje ja liri, mendo ti sa hershme jam unë. 41 vite në teatr, që në vitin 74, dhe unë ngjita aty dhe aktorët ishin poshtë në skenë, dhe më thanë Florinda, më thiri Lavdia, regjizorja. Eja Florinda, se i kishin thënë, e kishin lajmëruar që unë do fillonte punë një aktore e re. Një kukull e vogël, midis kukullave. Unë shumë e turpshme, shkova lart në skenë, dhe pastaj kur pash gjithë ato aktorët, kur ngjita lart në skenë, dhe pash ato në grop që kishin kukullat, unë thashun po gjithë thonë burra dhe gra, po këto si lozin me kukulla, se mendoja s'kisha parë ndonjëherë që mendoja si vetëm fëmijët mund të merreshin me kukulla, dhe jo, do me thënë që aktorët mund të bënin çfaqje dhe të jepshin mesazhe të mrekullueshme për fëmijët. Dhe këto ishin ata aty që mua që në ato moment, mua më prezantoi Lavdia dhe unë zbrita poshtë
dhe unë vërtet isha fëmia e tyre. Në çdo moment, në çdo prokupim, do me thonë kudo unë isha në shtëpitë e tyre, më mishi në shtëpitë e tyre, isha tamam si vajza e tyre. Edhe ato më mësuan në radhë të parë se ç'është edukata, se shiko një artist lazim nuk mund të bëhet dot aktor qofse ti nuk ke një regjim, nuk ke një edukatë artistike. Dhe ato unë mendoj ti dhe tani kur pris ato buzin ose kur lej takim me një shoqe, unë dua ja dhe me këtë zoj me Nilën time, të dashur, unë lash takim dhe kjo shumë korekte dhe unë shumë korekte, do me thonë që të zbris një 5 minuta më përpara orarit se ç'kisha vendosur. Unë kisha do me thonë që kur më mësuan ato kuklën, se si të luanja me kuklën, unë thash unë e misha kuklën dhe beson, unë lozënja i kishin aktorën dhe unë lozënja me personazhet e mia se kujtoja prapë se isha e vogël. I misha aty, bile se dikush më kam dëgjuar një herë dhe tha, po kjo po flet me veten e vet, kur më pam pastaj më thanë, unë misha atë kuklën e personazhit tim që më kishin caktuar ato, edhe flisja me ato lozënja, se kisha kuklla, po kjo më duke një kukull shumë e vërtet, do me thënë shumë e vërtet nga ato kukullat që unë bëja atëre. Dhe kjo më dha një dashuri të madhe, dhe kur nuk e kam vlerësuar veten time. Nuk e dia, do me thënë, thjesht bëja atë punë me një pasion të jashtëzakonshëm, që unë të më lesh dhe me ditë të tëra dhe më thonë, dhe ti ke dalë në pension dhe akoma e ke këtë pasionin për punën, dhe kur më thresin në shumë televizione, unë pra pasioni ja, shiko, unë s'pushoj, nuk pushoj, po fillova për teatrin e kukullave, unë nuk pushoj. Dhe akoma unë e kam pasionin pavarësisht që unë kam 11 vite që kam dalë në pension, unë pra pasionin nuk më humbet. Atëherë nuk ka pas faj quni juaj që ka thënë mami duhet të hapi edhe një teatr për ty, se duhet pra. E ke dëgjuar dhe të gjitha këto, shumë të vëmendshëm, se unë kujtoj se në Amerikë po janë stacionet që ndiqen, se më kanë marrë dhe nga Amerika disa, do me thonë miqtë e mi, dhe më kanë thënë që ua, to kemi parë, thashun, ku më shefti mua? Tha, po ne ju shohim në Amerikë, tha, aty ku jemi, në gjithë botën, ne ju shohim, tha, kështu që, dhe unë habita kur ju kishit marrë këto informacion. Djali ka dëshirë të më bëj një teatr, po të them të vërtetën, unë tashmë, do me thonë, nuk... si të them unë ty, kam këto, e di kë kam teatr unë tani? Unë kam të gjithë, kam nipat një dhe mbesën time të vogël, Alisin, që i kam si kukullat e vogla, ato, disa janë rritur, do me thëmë, 2 nipa janë rritur, po edhe ato kanë qenë kukullat e para të mia, dhe unë e beson në çdo moment, në çdo, do me thëmë, situatë që ndodhesha në shtëpi me ato duke ushqyer, duke i larë, duke ndetur, unë i tregoja, misha kukullat dhe improvizonja. Jo kukullat e teatrit, të një gjë aty, çat më ndodhe në shtëpi, improvizonja dhe unë atyre ju bëja teatr dhe ishim një tamam, s'kam nevojë fare ta krijoj këtë teatrin, se unë e kam krijuar me kokë të teatrin. Kështu që cila ishte performimi juaj që e keni dashur me gjithë me zemër, edhe performanca që ju e keni dashur më së shumti? Cilat kanë qenë të rolet? Lazim, gjithmonë ma bëjnë këtë pyetje, gjithë gazetarët. Unë isha dhe te Blendi Fejziu para ca kohë dhe më thoshte edhe ai personazhet e tua s'është nga i brez që e kanë ndjekur teatrin e kukullave, Rudina, pastaj që më thret shpesh vizion gjithë televizionet, se dua t'i falenderoj për konsideratën që kam. Dhe kur i them unë që faleminderit që më thirrët, më thonë mua mos na i thuaj më këtë fjalë, se ti e meriton, ti je ikone e teatrit, fjalët nuk e di çfarë fjalësh më thonë. Edhe unë për kukullat e mia i them kështu që të lutem shumë mos më thoni për kukullat se nuk i ndaj dot. Megjithatë janë shumë personazhe të bukura që kanë ngelur. Unë edhe sot kur kaloj në rrugë mua më thresin me emrat e personazheve. Imagjino ti se sa bukur. Unë për shembull tash sot është pranver këtu në Tiranë. Ma merë mendja dhe tek juve aty është pranver. Dhe mua më kujtohet ajo pjesa e lavdjetorës, Baba Viti, që unë kisha rolin e pranverës, ne kishim aktorët në teatr, bënin dhe 2-3 role. Unë kisha dhe një rol fëmijë aty dhe një rol pranverën që dilsha vetë në skenë. Dhe ajo është pranvera sjell gëzim, e mbush vendin plot gjelbrim, shpërndaj lule ngjyra, ma e bukur vjen atyra, shpërndaj lule
ngjyra, edhe në Amerika shumë lule ngjyra. Me të vërtet, thuan një fjalë popullor se bota arti kur nuk vdes. Me të vërtet, ata kanë thënë se me të vërtet je një ikonë e shuar edhe kur nuk do të vdesish. Si ka qenë në prezenca ndaj fëmijëve? Pse të duan fëmijët ashtu? Pse të kanë dashur atë shumë dhe të duan? Sa pyetje. Më ke bërë një pyetje shumë të bukur, po shumë të bukur. Prezenca atyre kur vini në teatr, e di si gumëzhinte teatri në atë kolazim, se ato, do me thënë, fëmijët kishin këto aktivitetet, i kishin shumë të rëndësishme, i kishin orë pune, do me thënë, që të shkonin të jargëtonin kalamajt. Dhe në atë kohë, fëmijët, kur vini nga kopshti, ose nxënësit e shkollës kishin ato uniformën e tyre. Me ato të kopshtit kishin me ato bluzet e bardha, që dukeshin si flokë bore fëmijët kur vinin aty, edhe këto që ishin një çik nxënës shkolle, ishin me përpajse të zeza, vërtet me shall, po ishte diçka dhe gumëzhinte teatri që kur vinte aty. Më duke vetja sikur isha mbretëresha e bledhve dhe ato vinin gumëzhonin aty dhe zinin vendet dhe unë vërtet sikur mipshin atë mjatin që kishin mbledhur në përlule, nektarin që kishin mbledhur në përlule dhe unë beson, unë fluturoja në sken kur ndigjoja zërin atyre se isha tamam e ëmbëltuar nga syt, nga veprimet që bënin dhe pastaj gjëja më e mrekullueshme ishte kur ato duar tropkisnin me ato doçkat e vogla dhe të vinin dhe fundi çfaqeve ishte një mrekulli. Unë gjithmonë nuk kam përtuar asnjëherë, se ca koleget e mia i quanin dhe kështu, do me thonë, po kjo mbaroi puna dhe prap do merret kjo, kurse unë nuk shkoja, nuk e linja punën me pagën ose thjesht po bëja një punë. Unë e lidhja me atë pasionin tim dhe me dëshirën fëmijët që kur mbaronte shfaqja ato ngjiteshin në skencën e prezantonin. Dhe unë isha e vetmi aktore që shkonja dhe të gjithë kalamajve i porqafonja, bëja foto që edhe sot mi tregojnë foto që janë rritur, janë bërë nga 50 vjeça, mi tregojnë foto që kemi pas bërë. Dhe më e mrekullueshme kur të sin një lule dele, që sa do me thënë se ishte një lule dele që e kishin kputur, një trëndafil, a një karamele, dikush më sinte edhe një karamele. Për mua ishte një gjë shumë madhështore, do me thënë, shumë do me thënëse. Dhe pastaj, kur të kapshin dhe të puthnin doçkat, unë kam pas rolin e zanës. Një zanë, për një zanë të gjithë kanë nevoj, zemër të bardhë të bukur, aq më shumë kur ke ndonjë hall, qofsh dërkuc a flutur, prandaj në çdo orë të dashurit e mi, kode kini të më të rrisni, nëse keni frikë, se diçka po ju ndodh në çarçaf, strukuni, bëni syçkat dhe flini. Nina nana, ju pazana, nina nana, ju pazana, flini, nina nana, se nata është për zana. Oh. Dhe fëmijët kujtonin me atë shkopin tim magjik, ato kujtonin se i plotësonja të gjithë dëshirat e tyre. Pastaj Borbarda ime, që është, do me thënë figura ime është bërë dhe në një kalendar, një borbard e viteve të tanishme të kalamajve, kur unë shkoja në çdo aktivitet më çonin, se unë shkoja dhe asnjëherë nuk isha pretendente, do me thënë për të shpërblyer. Shkoja me atë vrullin tim dhe nuk mendoja dhe më thoni mua të shpërblej ty, i thoja, jo, shkoj se dua të shkoj, i thoja, dua të jem pranë fëmijëve. Dhe shkoja te fëmijët të policëve të rënë, që nuk ashtu, do me thënë që ishin aksidentuar, i kishin, e di e ke parasysh se s'dua ta them fjalën. Edhe shkoja aty shtëpia e fëmijës, dhe shtëpia me probleme. 3 muaj kam qenë në një qendër ku ishin ca të rinj që ishin me këtë, do me thonë ishin autik, dhe ato të shkretët prisnin se nuk është se flisnin e bënin, do me thonë rrjedhshëm, pa ato i kishin duart flori dhe unë isha regjizorja atyre dhe kisha vënë çufon dhe tipi, çufon, mirë mëngjes, sa të shko ka ajo fshes, tip astron dhe unë bëj pis, se keram dhe pastërtis. Dhe ato kur bëja unë personazhe dhe ato bashkë me mua luanin, vinin më përqafonin, vërtet më bënin me ato pushtymat e tyre, kurse unë kur nuk i kisha merak ato fëmijë. Biles më vjen dhe për qark kur i kujtoj, se në fund fare, Noli Kurika,
ata bënin punime ato, se të thash, e kishin mendjen dhe duart i kishin të arta, dhe mua e ke parasysh ato qilimat që ashtu ato krijonin ato qilima dhe më kishin bërë një diell të madh me ca lule dhe ato ma dhuruan në fund fare kur ikën dhe unë e kam në shtëpi atë dhe nuk e ndroj me asnjë gjë tjetër. Dhe kjo për mua ishte shumë që më duheshin lekët, mua si më duheshin fare lekët shpërblimet, nuk ashtu fare, nuk e lidhsha me lekë. Koncerte në për sheshe, në për institucione, kudo që shkonja, do me thonë, unë mjafton dhe kalamajt, edhe sot ato breza të tërë kur kalojnë në rrugë Noli, që nga zëri, edhe më thresi me emrin e personazheve. O Kacamisër, se unë kam luajtur dhe Kacamisri që është emblema e teatrit. Jam i vogël, shumë i vogël, sa një kallësh mistri, unë quem Noli, quem Kacamisri. Gishtë zënë. Role të pafund, të 41 vite janë role të pafundme. Është e bukra ujrave pastaj të qerosi Mundi Katalanin, që kisha rolin e bukrës së ujrave që dinja vetë në sken, dhe ishte një mrekullie, ç'a të them unë ty, që kur më shifshin dhe prindrit më shumë argëtoheshin në njerë prindrit se sa fëmijët kur vinin. Dhe kjo për mua tregon shumë, unë kam dhe dekorata në shtëpi Noli. Jam dekoruar një 3 herë, do me thonë para shumë vite unë u bëra dhe mjeshtri madh. Dhe të them dhe në presidencë, di çka ka ndodhur me mua? Se shkoj dhe aty ka shumë protokolle në presidencë që të kontrollojnë, duhet të gjitha ato protokollet e tyre të sigurisë. Edhe unë mora kur më lajmëruan që unë do mirësha titullin, dhe unë i thash atij sekretarit që i thash unë të lutem do t'i thoni zotit Bujar, presidentit, që unë dua të vi me një kukull në aty në dekorimin tim në presidencë. Ai më tha mua nuk është e mundur se këtu ka shumë protokolle dhe nuk lejohet. I thash unë po unë nuk e di do mendoj, i thash unë të vija mos të vi, se unë pa kukullën time nuk vi aty. Edhe kur kishte shkuj, kishte thënë zotit president, zotit Nishani, që ishte një njeri mrekullueshëm, po i mrekullueshëm tamam, ta zë goja plota thua që ishte një njeri veçantë, ai kishte thënë, po kjo është një mrekulli, kjo është një gjë e jashtëzakonshme, sa mirë ka vajtur mendja që të vi këtu me kukull, se asnjëherë nuk ka ndodhur në presidencë një gjë e tillë. Edhe unë marr kukullën time ditën ashtu dhe vërtet performova, do me thonë se mu duk vetja si kur isha në Liza në botën e çuditërave aty që unë me një kukull në ata ambient do performoja. Dhe i tha zoti president, mund të afrohem me kukullën? Po më tha mua se ishte shumë i thjesht, nuk ishte nga këto kështu, ishte shumë i thjesht. Dhe shkoj unë dhe me atë kukullën marionet zanën e vogël, edhe shkoj dhe e përkëdhel dhe e puth me kukull. Dhe ai nuk e ke idenë çfarë ndjesie ju krijua dhe gjithë sallës dhe atit dhe duartrokitjet nuk ishin pushim. Dhe këto të gjitha mua më ngrohin shpirtin, më japin që të vazhdoj, do me thonë, akoma, do me thonë të shkoj në për intervista. Do dalim prej karakterit tënë që ke luajtur me kukulla, po na thua një se keni luajtur disa filma. Wow. Na tregoni për filmat, ju lutem. Edhe kjo Noli. Unë vërtet sa fillova punë në teatrin e kuklave, unë rria, edhe në atë kohë unë rria me një vajzën e një kompozitorit, Nesti Huçi, që njihet, ai janë nga kompozitorët e parë, dhe ai punonte, do me thënë, në punën tonë. Dhe unë me atë kocën e vogël shkoja se Tirana s'kishte makina në atë kohë në 74-ën. Dhe unë shkoj në teatr, se ishte 35 vjetori i teatrit popullor, jo teatrit të kuklave. Isha e ftuar aty dhe ku shkoj aty, Piro Milkani, regjisori, Xhaxhi Piroja, se kështu i thrisnja, Xhaxhi Piroja, me Sajmir Kumbar dhe me një grup tjetër që kishin ardhur dhe aty në teatr, më shef mua dhe ato unë nuk e di, s'dinja gjë fare, s'kisha informacion që ishte filmi njërë, nuk fare. Edhe më shef mua dhe ato do fillonin të xhironin filmin e tyre Shtigje lufte. Dhe kur më kanë, më thirën, po unë në fakt Noli kam qenë shumë e turpshme si natyrë, shumë. Një vajzë ndrojtur shumë, pavarësisht se unë shkoja në teatr, sa fillova të ritesha, fillova do me thonë të bëjsha më ndjeshtme, me mbyllur një çik si natyrë. Edhe më marrin mua këto dhe më thrasin, hajde këtu ti një çik. Edhe unë shkova i thash unë urdhëro çfarë, për çfarë më doni? Se thashun që më duan mua këto. Kur më tha mua, ke qejf luash film? I thashun,
Unë një mendova çfarë thojnë këto, janë në metro këto, as janë në metro. I thash unë ku e di unë, i thash unë nuk e di, i thash unë filmi, që nuk kam parë, i thash unë kam parë filmet shumë, po nuk e kam idenë e filmit, i thash unë. Më thanë mua, mirë, më thanë mua, i shkolos, tani shkolos. Se isha me të gocën e vogël. Kur mbas ca ditëve, unë kap me këtë vajzën e vogël, kisha dalë te nga Bashkia e Tiranës, te sheshi Skënderbej, se teatri Kuklave është mu në qendër, te sheshi Skënderbej, dhe kishim bler akullore të dyja ne dhe lëpinim akullore. Kur këto kishin ardhur me një xhip, dhe rruga ishte borse, s'kishte makina në atë kohë, dhe këto i kishin thënë në teatr, është këtu te kjo rruga këthe nga Bashkia, është bashkë me një vajzë tjetër. Ato vinë në oli kështu edhe i bin buris dhe unë thash ku çan këto të çmendur. Se isha gocë, do me thënë nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Edhe i binin buris, kur u afruan afër më thanë mua, Florinda, stop. Thash unë, e di si më duk vetja sikur po më rëmbeni, thash unë edhe çfarë janë këto. Ku shoh fytyrën e këtij të regjisorit dhe asistenti saj Mirë Kumbarës dhe Piro Mirkanit, thënë mua, shiko më thonë mua, kemi marrë leje nga puna jote dhe ti do vish me ne tani. Thash po si të di unë, thash do marr dhe me vete këtë gocën. Mirë, tha mua, merr edhe këtë vajzën e Nestit, dhe hypin në makinë dhe shkojnë në kino studio. Kino studio bëheshin kinoprovat, fotoprovat, të gjitha këto gjëra. Në fillim bëheshin fotoprovat, aty në atë kohë kishte filluar, do me thënë, emancipimin çik të kuptonin vajzat, ç'është filmi, e kështu unë jo akoma unë. Unë kap topi. Edhe më thresin dhe fillojnë duke për të bërë foto, bënin foto. Edhe vajzat e tjera që ishin aty. Mua vite ai fotografi dhe më bënte foto dhe unë kam dalë në ca foto kështu, do me thonë gjithmonë e turshme, do me thonë që nuk desha të reklamohesha, kurse ato gocat reklamoheshin se deshin të dinin sa më bukur. E po ato fotot ishin shumë origjinale dhe në fund fare dhe kur bëra kinoprovë, dhe Xhipiro më thoshte, regjizori i madh, që tani është nuk rron më thoshte, shiko, ti do jesh kaq e turpshme, do të çlirohesh ti, se do të bëjmë dhe ne që të çlirohesh ti. Edhe mbas shumë kohësh, ato vinë dhe më lajmëron që të gjitha provat i kisha fituar unë nga shumë goca, nga 100 e ca goca që ishin atëherë në këto provat që bëheshin kinoprovat, fotoprovat. Edhe unë shkova aty, po mendoj edhe me vete, di ç'a bëja? Misha pinca me vete. Pinca, ke parasysh ato pinca që lozin? Dhe unë kisha ca, ishte djali dhe vajza e skenaristi që e kishte bërë, që Kajo Karafilin e kishte pas shok të ngushtë, ky kishte bërë skenarin. Dhe unë rija me fëmijët atyre dhe lozja me pinca. Dhe filluan xhirimet, më veshën si partizane dhe Timo Floko, se i thanë dhe Timo Floko, se të luash, do me thënë me Timo Floko, në atë kohë ishte diçka shumë e madhe, kishte luajtur shumë filma. Dhe Timos i thonë që shiko, ne kemi përzgjedhur Florindën përpara se fillonte filmi. Dhe ai, do me thonë, kishte rënë dakord, do me thonë, edhe unë dua që kjo të jetë partnerja ime në film. Dhe është ajo skena që i qep Komçën unë, që prap shumë e turpshme, shumë skena të tjera, me Minella Borovën, me aktorë që ishin aty në ato film, që ishin aktorë shumë të mëdhenj, do me thonë, dhe unë mora të benefitet e atit filmit, dhe kam një ndodhi shumë që dua ta them. Aq ashtu isha që s'mirësha vesh nga filmi, aq inocente, jo që s'mirësha vesh, po isha inocente, sa unë do shkonim me të gjithë këto, do bënim atentat, këtyre italian dhe Pinochetit, edhe shkojmë, dhe aty me ca kapsula që kishin vendosur to teknikët e kinostudios, shkojmë dhe nga mali ne do zbrisnim dhe do të bënin atentati që vinin këto me makinë. Unë e besonti, unë nuk e dinja, dhe ato kapsula do shpërthenin dhe mua s'm kishin thënë gjë. Dhe unë atë kohë nuk e di se sa metrazhe kam prishur, se ndigjova ato kapsula që te makina e atyre duke shpërthyer, dhe unë i kam e vrap dhe lash dhe pushkë. E thashë me ndoti qa partizane që ka frikë, që ato e mbanin për 3 mëresh. Edhe pastaj fillova dal nga dal, pastaj kanë luajtur te telenovela 18 seri, 16 i kanë luajtur unë, Komuna e Parisit, kisha rolin e pastruses, që ishte një rol, do me thonë, shumë karakteristik, karakter, që thojnë, rol karakter që unë kur luajta dhe këtë, se kur luajta filmin, ishin ato xhirot,
e famshme në Tiranë, unë isha gocë e re 18-19 vjeçe dhe të gjithë në rrugë më thonin o Minushe, o Kanano dhe mendoti unë vën që të krenohesha që këto më thrisnin nga të shira që kishin, unë kisha tur dhe më qifesha. Isha thoja, unë po këto çka me mua pse më presin kështu kisha tur. Kurse te komuna e Parisit pastaj është diçka tjetër, do me thonë fjalët thonin o zot si ke krijuar të personazhin, se ishte edhe në gjuhën tiranshë. O më mono, që thonin atëherë, kështu që jo në shumë intervista të rjetën në teatr, do me thonë shumë aktivitete, që tani kur I mendoj se o zot, unë I kam bërë të gjitha këto gjërat, të gjërat kaq të mira, kaq humane, se të punosh me fëmijët e vegjël, unë e kam konsideruar dhe është dhe një punë humane, se do japësh në atë kohë ne jepshim mesazhe shumë të rëndësishme. Si e shihni teatrin sot ju, në ditët e sotit? Pjesën e juaj që keni luajtur ju me kukulla? Dëgjoj, teatri sot ka marrë një tjetër dimension. Them, do me thonë, vërtet jemi ka shi brezi tjetër, brezit më të ri, dhe gjithmonë do me thonë duhet jemi shumë të rezervuar se kur themi në një gjë, do me thonë në një këshillë kështu, na I marrin nëse brezi huaj, brezi jon, dhe duhet jem shumë e përmbajtur. Po pra, do me thonë sot kam filluar to çfaqet me 3D, me këto, kurse ne them vërtetën dhe them me gojën plot dhe do me thonë dua të jem e sinqert, tamam pavarësisht se ç'mund të ndodhi, pavarësisht se si ma marrin mua këto, po teatri atëherë ka qenë I vërtet. Aktorët kanë qenë shumë të vërtet dhe mbi të gjitha kanë qenë njerëz që punonin, kishin dëshirë të punonin, ishin apasionat mbas punës që bënin. Sot ka humb kjo gjëja, do me thënë nuk është kaq e brëndshme në aktorët e sotshëm. Kështu që teatri është bërë si I ri tani, tashmë mbas para një viti, është bërë një teatr, është rregulluar, jo se është I ri, po është rregulluar dhe njëkohësisht po bëhet një teatr I ri te liçeni I Tiranës, afër teatrit që nuk ka mbaruar dhe aty do jetë një sallë e kompletuar, kurse kjo salla që kemi qenë ne është shumë e vogël, është përshtatur, po them vërtetën, ç'më thirrën, do me thonë kam thirrë vetëm kur bëri inaugurimin teatri, që u rikonstruktua, dhe aty në fakt takova dhe zotin Edi Rama, se Edin e njoh që të vogël, se ka pas burën e hallës në teatrin tonë, babain e vet, maman e vet, të gjithë I kam mbasnjohur, larg politikës, se unë jam larg politikës, se unë merrem me fëmijë, nuk merrem me politikë. Dhe aty ishte edhe një gjë shumë pozitive se e takova dhe kur I tha që unë nuk kam marrë pensionin me veçantë, se dua ta them këtë, më në fund, do me thonë sa I thash për 2 ditë, do me thonë ma firmosi dhe unë mora dhe pensionin e veçantë. Po në teatr them vërtetën, më kam thirrë dhe tani për 75 vjetorin e teatrit, që më dhanë një emblem që ishte emblema, do me thonë aktore me pasion të madh ndër vite, do me thonë aktore që ka bërë emër në teatr, po kështu në teatr, sa më e lartësuar të jesh, sa më apasionante, nuk të thresin lazim. Okay. Dhe kjo ndodh rëndom këtu në vendin tonë. Do me thënë, unë mund të jipsha shumë se specifika e jone e teatrit kukullave, ti mund t'jesh një aktor I mrekullueshëm, po nëse nuk do t'i japësh jetë asaj kukullës, ti nuk je, kështu që unë jam një mjeshtër kukulle, se prandaj do me thënë quhem mjeshtër kukulle, se po të isha afër këtyre aktorëve të ri, unë shumë, do me thënë kur isha në punë dhe vinte në një aktor I ri, e beson që e ndihmoja me orë të tëra që të mësonte kukullën, se po të mësove kukullën ti je I dështuar në teatrin e kukullave. Sot po merrem me ca kukulla të tjera, jo me këto kukullat merrem, prandaj të thash në një format tjetër që unë them vërtetën nuk kam shkuar shpesh, nuk kam shkuar se nuk të thresin, do me thënë ty të duket si habitshme kjo gjë, po këtu ndodh tek ne. Kështu që po unë kam këtë të mirë, që gjithë televizionet, të gjithë njerëzit, kudo që ndodhen, për mua kjo shumë e rëndësishme, që mua më respektojnë, më marrin, dhe kjo më mbush plot mua, kjo është shumë e rëndësishme. Po edhe ajo është shumë e rëndësishme për mua, se unë shkoj në sken, kam shkuar një ditë në sken, dhe beson lazim s'kishte njeriu, unë shkova aty ku mbajshin kukullat e dera e kukullave, dhe mu më dukej sikur më thrisnin ato
Teta Florina, ku ndodhe? Se prapë më vjen për qarë. Ku ndodhe? Shkuje, pse s'ke ardhur në teatrin e kukullave? Dhe unë sikura shumë i thonja dhe fillova duke qarë, po s'kishte njeri në teatr dhe ika, dhe kalamajt e mi më thonin, po ti prapë për teatrin e kukullave, po e shkeq më thonin mua, kurse unë nuk ndahet dot nga teatri i kukullave. E nderuara Xhuxhe, besoj që keni një kukull pranë vete. Kisha pas dëshirë që ta ndëgjojmë kukullën tënde se ç'thot, edhe besoj që ne kemi këtu në studio ku do të vije për pak. Është një çun i vogël, e ka emrin Tartin, po ai gjithmonë në box ring. Kështu që pronari i tij ndonjëherë e merr, po ai nervikoset pse rri në box shumë. Kështu që ta shikojmë një herë kukullën tënde. Tartin Çamaroku është ai, Tartin Çamaroku. Dëgjoj, kjo Lazim, unë të thash dhe pak më parë, që unë nuk shkoj në asnjë vend pa kukull. Po unë nuk kam kukulla në shtëpi, po unë shiko çfarë bëra, se unë këtë kam që improvizoj kudo që janë në një ambient që shoh një kukull, një kështu, unë e marr dhe improvizoj me kalamajt. Dhe këtë unë kam marrë të kukullën e Alisit tim, të mbesës time që e kishte në shtëpi, dhe kjo më duk si një gishtë e vogël. Qaci Noli, përshëndetje. Përshëndetje. Unë kam shumë dëshirë të takoj dhe ato fëmijët e Amerikës aty. Shojnë teatr kukullash ato? Po shohin ato të ata. Po ndëgjoj, do ta kem edhe na ka ardhen edhe Tartini këto. Kështu që do ta kesh edhe Tartinin. Tartini. E është Tartini po Tartufi? Orja Tartini jam. Përshëndetje teta Çuçi, unë jam Tartini, si ja je mirë? Përshëndetje Tartini. Unë të tash dhe Tartufi ti. Po ti që dhe Tartini. Teta Çuçi, a mund të them diçka? Po thuaje. Ki kokmati më mban në boks më mban, për çdo ditë më mban. Unë dua të dal, do më marrësh atje? Po do të marrë, e ky Xhaxhinoli të mban për aty? Unë këti i tham, idiot i madhe shke. Qiko, unë të kam shumë qantë, dhe unë kam parë një rol në Teta Florinda që shka qa misri, që a i mbledh të gjithë kukullat kudo në botë, edhe i sjef këtu në Shqipëri, që fëmijët shqiptarë dhe në të gjithë botën të jenë të bashkuar, dhe mos të shohin luftra të bëjnë më, se fëmijët duhet jenë të luftur. Teta Çuçi, si e ka imin kjo bukuroshja vogël? Kjo është që kemrin që mi zemra ime? Si t'ja themem? Kjo është gishtëza e vogël, gishtëza. Teta Çuçi, unë jam nga Kosova, por e mbaj flamurin në dorë, Kosovës, po shqiptar jam me zemër. Shqiptar, po të gjithë shqiptar jemi. Qaci Noli, e diti që teta Florinda e ka pas vajzën në Kosovë, në Prishtinë, në shkollën e Aukut, se edhe babi, edhe buri teta Florindës është nga Prishtina. Pas kam familjarë të unë. Sa ma dati via, o sa e madhe, o Shqipëria. Teta Çuçi, më duhet të shkoj se ke kokmati nuk më lën më. Të lutem, do iki. Jo, mos ik, të lutem, se jam përsitur. Mos ik, se të tua, unë të kam shok ty. Po ta leke Tartinin deri në mëngjes do ta kesh këtu, kështu që të falenderoj shumë. Ishte një mërk. Ne sikur kemi vite që i përshtatemi njëri tjetrit. Zonja Çuçi, me qenë se më herët përmendëm edhe disa dekorata nga presidenca, teatri edhe shumë vende. Me të vërtet, kur mirni dekoratat, ju duket një gjë që thua o zot çka po ndodh me mua. Si është ajo ndjenja juaj që keni marrën gjithë këto dekoratat?
Dekoratat, unë them vërtetën, në fillim fare, kur jam dekoruar, nuk më dukej, nuk i vlerësonja tamam, se thonja çfarë janë këto dekoratat, se të thash dhe njerë, unë punoja thjesht se shkoja në punë, kisha pasion dhe nuk isha lidhur me këto pjesën e dekoratave, të vlerësimeve, nuk thjesht, do me thonë, shkoja në teatr dhe e desha teatrin tim, i desha kukullat dhe mbi të gjitha unë desha fëmijët. Dhe në fund fare, kur unë biles dekoratën e dytë ma ka dhënë e madhja Tinka Kurti. Se unë punoja dhe me çunin e Tinkës, me Zef Kurtin, punonte në teatrin e kukullave. Dhe kur u bën erën e dytë, do me thënë që mora dekoratën, Tinka ma dha dhe unë kam dhe foto me Tinkën, e kam me zonjën Margarita Xhepa, se dhe buri Margarita Xhepës punonte, ai që më ka mësuar mua, do me thënë kukullën, Zia Grapshi, pasaj që ishte një aktor i madh teatrin e kukullave. Dhe në fund fare, unë do dekorojsha me titullin më të lartë që kanë artistët, mjeshtri madh. Vërtet i kam ato 3 titull dhe jam vlerësime dhe unë duhet i falenderoj ato që më kanë vlerësuar, por ato ndodhen aty te dollapi im, kur hap ndonjëherë dollapin them, ua, këtu janë këto, dhe kur i shoh te dollapi, kurse e di kush është vlerësimi më i madh? Noli, vlerësimi më i madh është ajo kur kujtoj që si më puthnin fëmijët duart me ato buzët e vogla, dhe vlerësimi më i madh kur unë kaloj në çdo cep të Tiranës, se unë e kam shtëpinë tej, se ka ngelur bloku Tirana e re, kur të them në çdo moment njerëzit më thojnë fjalët më magjike. Dhe kur më thojnë ato fjalë, ai është vlerësimi, ato janë medaljet e mia. Nuk janë ato medaljet që ato janë në një moment që prap themi falenderoj, po ndodhen aty në dollap. Medaljet e mia janë ato fjalët e arta që më thonë njerëzit. Po e di çfarë fjalësh më thonë. Mendo ti dikur një dite, po kalon njerëzit me makinë, edhe unë, do me thonë, u stepa dhe thash, kalo, i thash unë një djalit. Dhe e di çfarë më tha ai mua? O teta, tha, po si të kaloj unë për para, o pranvera, o banano, gjithë rolet e mia. I dinte për mend gjithë rolet, tha. Po si mund të kaloj unë që ti, tha, ma ke mbushur zemrën plot, tha, unë kam me prallat e tua, me rolet e tua, unë kam jetuar, tha, fëmijërinë time, tha. Kështu që unë s'kaloj kur për para te, po kaloni juve, më tha mua. Kjo po ndodh në çdo moment, në çdo ditë, në çdo kështu, edhe kur dal nëpër televizione. Dhe në televizione më thonë sa i thjesht që je, sa modeste që je. Ose unë nuk e reflektoj që të jem kështu të reflektoj që jam dikush, ja kam bërë një punë. Jo, unë e kam quajtur për detyrë atë gjën që kam bërë unë. Nuk e kam bërë as për medaljet, as për titull. E kam bërë për ato breza të tërë që mua më thojnë fjalët magjike. Të flas me ju, më duhet mund të them edhe një vit, ose 2 vite, ose më shumë. Kështu që për fond do të doja një mesazh për të gjithë shqiptarët, sidomos shqiptarët anë mban në botë që janë dhe me të vërtetë them gjithmonë që artistat që janë ikonat kombit ton, është kënaqësi që të jeni gjithmonë dhe mos vdisni kurrë. Puna juaj, vepra juaj, ideologjia juaj, dashuria juaj pranë fëmijëve, kështu që ju lutem një mesazh për fund. Unë mesazhin do ta lidh prapë me fëmijët, do me thënë natyrisht, sa më pak të merren me celularet, me këto rrjetet sociale që merren, do me thënë se kjo mund të thash mund të jetë minimumi e mira, do me thënë që mund të ndodhi sot. Po unë them që kjo, do me thënë, po i shkatron fëmijët, dhe bota e tyre e fëmijërisë po mbet pak nga pak. Prandaj, o prindër, kudo që jeni, e di që ju në Amerikë jeni shumë të strapacuar, jeni të lodhur, se bëni shumë punë për të jetuar aty, jeta më kanë thënë që është vetëm fugojnë, që që kam në Amerikë, jam këtu në Shqipëri, po them që të merren më shumë me fëmijët e tyre, me botën e tyre, me natyrën, dhe kjo për mua do me thënë do t'i bëj fëmijët që të rriten më të gëzuar, më të lumtur dhe të jenë gjithmonë bashkë. Dhe ajo mesazhi që dua t'i jap, do me thënë thjesht fëmijët jenë të lumtur, si ai Kacamisri që thoshte që mos shohim më luftra në botë, s'dua do me thënë kurse si që fëmijët të vuajnë këtë gjë që po ndodh sot, prandaj stop luftës.
Faleminderit shumë. Pra, të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jone me të vërtetë që t'i kem ikonat artistike të shqiptarëve tonë që me të vërtetë punojnë dhe veprojnë me vite të tëra dhe dalin prej skenës dhe pensionohen, por ata nuk pensionohen. Ata duhen të dhënë të dashurojnë edhe të japin edhe më shumë për fëmijët, për popullin tonë shqiptar. Zonja Acuzi, faleminderit shumë dhe mirëmbëjtje. Dhe unë ju falenderoj juve dhe të gjithë ata që na ndjekin, që janë shqiptar dhe amerikan, kudo që janë, do me thonë se ne duhet jemi një në fakt, se jemi njerëz mbi të gjitha. Ju uroj një fat të mbar dhe lumturi kudo ku janë. Faleminderit të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonja të jemi së bashku, po mos harroni të ndjekni kanalin 39 TV Alb dhe në Nimi TV kanalin 259 ku shikohet 24/7 me emisionet e tona të bukura që i zhvillojmë me pjesëtarët e artit ton anë ban kudo që janë nëpër botë.